Mësimi më i madh që duhet ta nxjerrim gjithë është që 9 shkurti edhe 28 dhjetori të mos përsëritet në kuptimin e mosarritjes bashkëpunimit, mosarritjes të marrëveshjeve, mosbatimit të vullnetit qytetar për zgjedhjet. Tani jemi në bashkëpunim me partinë e parë, jemi të bisedu për ndërtu një marrëveshje funksionale në interes të agjendës së Republikës, ende jemi në nivelin e diskutimeve lidhur me parimet funksionimit një bashkëpunimi, cili do t'jetë i qëndrueshëm, do t'jetë vendi stabilitet e normalitet, sot do të konstruohet kuvendi sipas rezultatit zgjedhor. Praktikisht marrëveshjet e arritur për këtë nuk ka edhe nuk ka pas nevojë me insistu ma shumë. Me që jemi në binarin e parë të punu për një marrëveshje politike, sot zbatimi i rezultatit zgjedhor në konstruimin e kuvendit jam mundësi që të funksionalizohet kuvendi në këtë fazë dhe LDK të vazhdon të bashkëpunon në arritjen e një marrëveshje. Kur po thoni për parimet, a ka ardhur puna të diskutohet edhe për çështjen e plan programeve që janë diskutuar edhe janë thënë nga ju, por edhe nga vetëvendosja gjatë fushatës zgjedhore, pasi e dim që një pikë ndarëse po vlerësohet të jetë gazi amerikan edhe qëndrimi juaj, karshia atij të vetëvendosjes që janë shumë të kundërta, mund t'i quajmë kështu. Nuk ka çështje që në këtë fazë na dallojnë shumë, sa i përket politikave sektoriale, agjendës, proceseve politike. Nuk është bisedu shumë, nuk është bisedu në detaje. Jemi ende në nivelin e diskutimit të parimeve, bazë, në cilat në 3 takimet e para dhe në takimet tjera po bisedohet realisht për këtë çështje. Ndarja e përgjegjësive shkretë e fundit është më rëndësi që të ketë vullnet mirë. Kodi i kushtetutës sonë është bashkëpunimi. Bashkëpunimi është vlerë, nuk është dobësi. Deri tash ne kemi pa që refuzimi i bashkëpunimit e arritjes një marrëveshje ka qenë më shumë kokëforci politike për një agjendë, për një qëllim politik se sa diçka tjetër, por është përballu, besoj që mësimet e nxjerrura kanë më na ndihmu krejtëve me kalu sa më shpejt. Faleminderit shumë. Kokëforcin, po a ka besim në këto diskutime që po bën në këto takime, pasi po thuhet vazhdimisht që mungon ai besimi kryesor që të arrihet marrëveshja më shpejt. Natyrisht është proces politik, nuk është akt. Edhe arrita një marrëveshjes në një proces, ndërtimi i besimit, rikthimi i besimit është proces politik, nuk mund ndodhë në formë tjetër. LDK ka dëshmuar që me gjithë ata që ka bashkëpunuar, me gjithë ka bashkëpunuar në Kosovë, edhe në raport opozitar, edhe në bashkëqeverisje, edhe në nivele tjera, ne jemi sjellë korrekt, jemi sjellë parimor, kemi arrit qëllime politike. Kur është humbë besimi, kanë organizu mosbesim, mosjon, dhe kemi kuptuar, kemi përballu çdo proces politik bashk. Ka koha që ndërtohet normalitet dhe stabilitet në këtë Republikë. Këto zgjedhje 19 si legjislatur, ndoshta është simbolika më e mirë që më tregu që një renditje e numrave është edhe e nishave si numra është diçka që i rëndon edhe punët tona, edhe kërkesat qytetare që të stabilizohet institucionit, normalizohet jeta në Kosovë, edhe të fillojmë me punu në një agjendë më agresive, në një agjendë zhvillimore, në një agjendë e cila Kosovës jep mundësi. Pas seancës konstitutive mund të ketë ndonjë takim mes LDK-s? Takimet do të vazhdojnë. Takimet janë të hapuna, do të vazhdojnë çdo kohë, nuk ka orar determinuar, kështu që 24 orë, 7 ditë do të punohet me rrinë këtë qëllim. Në fund është vullnet politik. Faleminderit.